Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Përfunduam muajin e begat të Ramazanit, e që ishte me përplot mundësi dhe favore, mundësi për të bërë mirë, për të afruar tek Allahu xhelle xhelaluhu dhe favore për të shpërblyer ata të cilët përfituan, ata të cilët u munduan gjithsesi se kanë përfituar dhe do të shpërblehen, ndërsa për të tjerët mbetet që të marrin mësim. Andaj të ndershëm vëllezër, mbetet që pas Ramazanit të vazhdohet adhurimi i Allahu xhelle xhelalu, siç na porosit Allahu në Kur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allahu në Kur'an po thot, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. I bie të ndershëm vëllezër se muaji i Ramazanit pra është muaji i energjisë, është muaji i vlerave, dhe tani është koha e reflektimit të kësaj energjie që e kemi marrë gjatë muajit të begat Ramazanit. Dhe kjo energji pozitive, imanore, dhe e të gjitha segmenteve që e kemi akumuluar për një muaj të plot, duhet të reflekton për ditëshmërinë tonë, duhet të rrezaton të ndershëm vëllezër, në fjalët tona, në sjelljet tona, në qasjen tonë, në përditshmërinë tonë, e me theks të veçantë, pra të jemi të vëmendshëm në këtë kohë që edhe më të shtojmë duat tona, lutjet tona për pranimin e atyre veprave që i kemi bërë në Ramazan, sepse kështu ka qenë gjendja e gjeneratës së parë. Pra, gjenerata më e ardhë që ka ekzistuar mas pejgamberëve janë ata që kanë jetuar me pejgamberin alayhis salam, pastaj gjenerata e dytë dhe e tretë. Ata kësaj kanë vepruar pas Ramazanit, kanë vazhduar ta lutin Allahun për pranim të veprave të Ramazanit, sikur që e kanë lutur Allahun disa muaj para Ramazanit, që Allahu na mundson me mri muajin e Ramazanit. Prandaj dhe sikur se edhe të tjerëve, ja ka tërheq vëmendje një citat koranor Aishës radhiyallahu anha, gruas së pejgamberit alayhis salam, nënës së besimtarëve. Allahu xhelle xhelalu në suratul Mu'minun po thot: "Alladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Ata të cilët po apin nga ajo që unë ju kam dhënë, po thot Allahu. Mirë po, zemrat e tyre po vazhdojnë të jenë të friksuara, sepse e dinë që kanë mu kthy te Zoti. Aisha radhiyallahu anha po e pyet pejgamberin alayhis salam: "Kush janë çita njerëz që kanë bërë pro mirë, por zemrat e tyre po vazhdojnë të jenë të friksuara? A mos vallë janë këta që kanë pirë alkool, edhe kanë vjedh, dhe sa herë që ju kujtohen ato vepra, ju friksohen zemrat?" Jo, po i thot pejgamberi sa moj e bie Abu Bekrit, nuk janë këta. Këta janë ata që agjerojnë, falen dhe apin. Sepse pastaj dietarët e kanë justifikuar edhe me citatin pas këtina që Allahu xhelle xhelaluhu cek për besimtarëve të mirë, alladhin yusari'un fil khairati wa hum laha sabiqun. Besimtarët e mirë përshpejtojnë punë të mira dhe garojnë në to. Por dhe gjithsesi na e përkujtojmë vetveten edhe juve, edhe me citatin tjetër kuranor ku Allahu thotë: "Inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Vërtet Allahu veprat e mira i pranon prej të devotshmëve. Prandaj të ndershëm vëllezër, që ky segment i devotshmëri që ka qenë kriteri kryesor i agjerimit, Allahu xhelle xhelaluhu, siç e dini, ka thënë agjerimi, kemi bërë obligim agjerimin që të bëheni të devotshëm. Këtu po thot Allahu i pranoi veprat prej të devotshmëve dhe e kanë nxit kurreshtin e vëmendjes të gjeneratat e hershme, a e kemi arrit kuotën e devotshmërisë. Prandaj dhe janë friksu. Andaj të ndershëm vëllezër, mbetet për neve tani pas Ramazanit të shtojmë lutjet: "O Zot, mos na i çop poshtë munin e Ramazanit. O Zot, pranoj na agjerimin e namazin e punë të tjera." Pra, kjo duhet me qenë fokus të vëmendjes në kohën pas Ramazanit. Pastaj të ndershëm vëllezër, prej besimtarëve të mirë, prej cilësive të besimtarëve të mirë është vazhdueshmëria në punë të mira. Besimtari mirë nuk është sezonal, nuk bëhet sezonal. Madje prej punëve më të dashura te Allahu janë ato
të vazhdueshmet, qofshin edhe të vogla, siç thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e saktë, e habbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Prej punëve më të dashura te Allahu janë të vazhdueshmet, qofshin ato edhe të pakta. Që i bie të ndershëm vëllezërse. Atë hajër, atë mirë që e kemi marrë në Ramazan, mos e nal mas Ramazanit. Mos i stopo. Fillimisht parimet e kemi kuptuar që pa namaz nuk bën me jetu, pa farzë të fjala, nuk bën me jetu. Vazhdoj. E kemi kuptuar që duhet më ik gjunaheve, ik prej tyne. Kjo në radhë parë. Po nëse këto i kemi rregullu, atëherë disa punë të mira, të vogla qoshin që i kemi bën Ramazan. Pra, kemi fal namaz taravive, kemi fal 10 e fundit namaz natës, mos e nalmi një herë me përfundimin e Ramazanit. Pra, mundohu që me qeni vazhdueshëm. Kemi dhënë ka pak sadaka në Ramazan, mos e nal dorën me një herë. I kemi vizitu të afërmit, e kemi thirr dikon iftar, mos i nal këto me një herë. Sepse këta e don shumë Allahu, vazhdueshmërinë e punëve të mira. Madje pejgamberi alayhis salam një prej shërbëtorëve që i ka pas afër një djalosh të ri që i ka shërby, ka bo hizmet pejgamberit alayhis salam, një herë i ka thonë, mos u bën si filani. Abdullah ibn Omerit, radhiyallahu anhu, djalit e Omerit, Abdullahut, që ka qenë shumë i kujdesshëm në respektin ndaj pejgamberit alayhis salam dhe këshillave të tij. I ka thonë, mos u bë si filani, po s'ja ka përmend emrin atij dytit. Pra, nuk e ka nominu me emën që mos mirët në përgoj. Por i ka thonë, mos u bën si ai u ngrit të falte namaznatën, pastaj e braktisja te. Pra, e që kjo i ka bo hajrë shumë Abdullahut. E ka pa kjo një andër shumë të mërshme, të trishtueshme Abdullahu. Kështu ka në versionet sakta. E ka pa një andër të trishtueshme, po i ka ardhur keq me rrëfy pejgamberit alayhis salam. Pja rrëfen Hafsës, një prej grave të pejgamberit alayhis salam. E pejgamberi alayhis salam me një fjali ja ka përmbledh ëndrrën e tij. I ka thonë, sa burr i mirë është Abdullahu, vetëm ti ngrit natën me falë dhe namaz natës. Pra, të ndershëm vëllezër, me këtë thot djali i tij Salimi, kur ma baba nuk e kalon namazin e natës, mas kësaj këshille të pejgamberit alayhis salam. Pra me këtë mesazh vëllezër duhet përçoj këshill që mos bëhemi sezonal. Ato të mira që i kemi bën Ramazan, ti vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Por mesazhi i veçantë shkon për ata që në një farë formë ose tjetër janë Ramazan li. Vetëm Ramazan falen, me faljen e Bajramit nuk falen më. Po të thot pejgamberi alayhis salam ty mos u bën si filani. Por mos u bën edhe si ata që në Ramazan e braktisin gjunahin, e lën alkoolin, e lën këtë edhe atë. Si të kalon Ramazani, prap i kthehet gjunaheve. Po të porosit pejgamberi sa mos u bën si filani. Edhe pse për këtë çështje vëllezër, unë po ja përcjelli mesazhet e dietarëve islam. Dietarët islam thonë, ai që hin Ramazan me niyet që milon gjunahet edhe më kthy mas Ramazanit, ka gjë pikpyetje është tani pranimi i Ramazanit tillë i namazit tina. Prandaj të ndershëm vëllezër, kjo është shkolla, ende më vazhdojmë të shoqërohemi me shkollën e Ramazanit. Dhe gjithsesi të ndershëm vëllezër, si përfundim i pjesës së parë të hutbes, dietarët islam thonë, vazhdimësia në punë të mira mas Ramazanit është sinjal, është alamet, është shenjë e pranimit të Ramazanit. Vazhdimësia, oreksi, vullneti, qefi, mundësia për të vazhduar në punë të mira mas Ramazanit është shenjë që Ramazani u bë kabul edhe punë të mira. Allah i pas pranu për neve dhe juve të gjitha veprat e mira dhe Allah na mundsoj që të jemi të vazhdueshëm në punë të mira. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, gjithsesi që edhe një kohë të gjatë kemi u shoqëruar me begatitë e muajit Ramazanit, të cilat begati reflektojnë përditshmërinë tonë. Dhe ndër to është edhe muajin të cilin gjendemi tani. Ky është muaji Sheval. Dhe muajin Sheval Zoti i Madhërisht përmes gjuhës së pejgamberit alayhis salam e ka ndërlidh në vlera. Allahu po don që atë mund që e kemi derë në muajin e Ramazanit, atë lodhje, atë sakrificë që kemi bërë për Allahun, Allahu po don më na shënu agjerues të vitit. Prandaj dhe tekstualisht kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadithin e Ebu Ayyub al-Ansariut radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam tekstualisht
thot, men sama Ramadane, thumë etba'ahu sitte min Shawwal, kana ka siyamid dahr. Ai që e agjeron muajin e Ramazanit, e pastaj e përcjell me 6 ditë në muajin Shawwal, te Allahu llogaritet si agjerues i vitit. Pra i bie të ndershëm vëllezër, Allahu po don më na shpërbly me agjerim të vitit. Këto 6 ditë që janë tani në muajin Shawwal nuk janë obligativ, këto janë nafile. Por ai që i ka mundësit, mos i humb kjo mundësi, mu shënu të Allahu agjeruesit 12 muajve. Ku e gjejmë vëllezër këtë? Këtë e gjejmë veç te rahmeti Allahu xhelle xhelalu. Këtë e gjejmë vetëm te kënaqësia e Allahut. Pra Allahu xhelle xhelalu po don që vërtet në ditën e gjykimit më na thirr prej derës e Rayyan që ju jeni agjerues të jetës juve. Sepse ai që agjeron, pra prej kohës që agjeron muajin e Ramazanit dhe i ka mundësi me agjeru këto 6 ditë e përcjell çdo vit, ai pra i plotson këto standarde me u thirr përmes kësaj dere, babu Rayyan, derës Rayyan. Prandaj të ndershëm vëllezër, mundësitë janë të mundshme apo të favorshme, ai që ka mundësitë i plotson 6 ditë mbrana muajit, jo detyrimisht me agjeru çdo ditë. Mbrana këtij muaji të agjeron këto 6 ditë te Allahu xhelle xhelalu llogaritet agjerues i plot i vitit. Dhe gjithsesi që këtu ka mësime, kalimthi po i përmendit disa. Pra, te agjerimi që dyni 6 ditëve në këtë muaj ka mësime të shumta. Ndërto të ndershëm vëllezër, është se kjo është një shenjë, thon dietarët islam, e pranimit të veprave të mira të Ramazanit, ai që vazhdon pas Ramazanit me agjerim dhe vepra të mira. Pastaj thon dietarët, agjerimi në muajin Shawwal pas Ramazanit e lun rolin e nafileve, sikurse namazet vullnetare pas farzit. Sikur që agjerimi në muajin Shaban që ka qenë para Ramazanit e lun rolin e namazeve vullnetare para farzeve. Pra, sikur namazi drekës farzi ka nafile përpara dhe mrapa. Qështu e lun rolin pra agjerimi këtyre 6 ditë pa bën plotësimin e lëshimeve e kështu me radhë. Po ashtu dietarët islam thonë se vërtet ai i cili i qaset agjerimit në këtë kohë është një shenjë falënderimi ndaj Allahut xhelle xhelalu që ne ka mundsuar me plotësu Ramazanin. Sepse plotësimi i agjerimit muajit Ramazanit nuk është merite jona, është dhuratë prej Zotit xhelle xhelalu, sepse ka shumë prej njerëzve që Allahu hiç s'ia ka dhënë mundësinë me hin Ramazan, se ka vdek. Ose ka të tjerë që janë gjallë, po se ka pranuar Ramazanin, se njeh Ramazanin. Ose ka të tjerë që janë gjallë dhe pranojnë, po s'ka mundësi me agjeru. Prandaj ta ka dhënë Allahu mundësinë me agjeru, agjerimi këtyre 6 ditëve determinon pra një falënderim të veçantë ndaj Allahut xhelle xhelalu. Prandaj lutim Allahun xhelle xhelalu që Allahu na mundson pra ti plotësojmë edhe këto 6 ditë vullnetare të këtij muaji që të regjistrojmë te Allahu agjerues të vitit. Lutim Allahun xhelle xhelalu për pranim të gjitha veprave të muajit Ramazan dhe pas Ramazanit Allahu xhelle xhelalu na jep forcë të adhurojmë Allahun e Madhreshëm, ti fal mëkatet tona të juve, prindve tanë të ju, gjithë muslimanëve. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu për udhëzim për vetvete, familje, shoqërinë tonë. Lutim Allahun që Allahu ti të kalon kriza dhe vështirësitë ndaj atyre që kanë kriza dhe vështirësi, ti shëron të smorit tonë dhe ti më shëron të vdekurit tonë.